me qenë të durueshëm në momentet kur prind ton janë gjendje të palakmueshme, në gjendje kritike. Çka i bën kjo? Kur ata kanë ndonjë sprovë, kur ata kanë ndonjë smundje, kur ata kanë diçka që i shqetëson ata, ti me qenë i gatshëm. Edhe që aty më u tregua shumë dorimtar. Më falni shprej orinën, edhe ti me qenë i durueshëm. Jemi thonë, po të vjen era, po me marrë, me shu, me ndrue. Se Allahu në Koran thët, wa la taqul lahuma uffin. Mos ju thuj aty në as off. Kur të taj bima një gotë ujti, jam i thonë nëfë, se kjo nuk gudzo heq, po kanë thonë komentatorët e Koranit, si Imam Kurtubiu e Taberiu, në tefsiret e tyne, kërën gjendje të palakmueshme, si kur e kryen nevojën veti. Edhe ti shkan me pastruë, tash ka mundësi aty me dal erë, e pakëndshme, edhe ti tash të pastruë, që shko ke bo, ka varë në trup, plag, operacion, s'po i mshelet gjoksi, s'po i mshelet shpina, kur t'ja pastaj shti gjakun edhe kelbin, ja, këtu s'gudzan heq kështu. Do me thonë, në momentet ma shtira, jo që ti pe i njëran, po të munën ajo era, po ti duhet me hesht, më bo që s'penien heq, se e then shpirtnisht. Shumë me mërzit babën, anë nashto është edhe një dita 2 para dekes, apo nana është para dekes. I ka në radhë dhëmë, ti si ja ke në gjitë, tut po i në gjetë, as i ka 200-300 franga, 500 franga një dhëmë, a tina s'pja në gjetë 200 franga, 25 dhëmë, 30 dhëmë. Edhe tash, afrohet nana, baba, shtyje, ma nejna se mytët, qëfar e jere po të vjenë, kor pasha zotis, se e dikton me një herë. Thot dikush po 80 vjet i ka. Sa të meqëm me inteligjent jam plesh, po interesant për mos ta aprish ti disponimin, e çet edhe dorën e kthen kryet, veç ty mos me ta aprish se e din që ti s'mon e dorën erën e tina. Ti do të më kujdes tash me rregullu erën e gojës, çysh po i përdor të lifar ujnash medicinale për gojën tonë. Të lifar pastash dhëmve, të lifar brushash dhëmve, të lifar penit dhëmve, të lifar mojce dhëmve. Po pse s'po kujdesesh për babën tënë e nanën tonë kështu? Pse i përdorin ata, pse si përdorin? Pa dhe goja ty në është sikur goja jonë. Andaj pra me pas kujdes edhe këto.